Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin e fundit informativ. Unë jam Kasandra Pali dhe së bashku do t'jemi në minutat në vijim. Një kandidate për deputete opozitës ka dalë hapur duke ofruar para në shkëmbim të votave për të. Adriana Kalaja, e cila ndërkohë ka bërë pa dip pa fund në SPAK ndaj qeverisë për korrupsion, thot për ABC News se nuk po bën asgjë të paligjshme dhe se po kopjon Elon Musk. Ndërkohë shoqata për zgjedhje të lira dhe demokratike thot se kjo është një shkelje flagrante e ligjit me pasoja penale. Por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbyll syt dhe thotë se nuk ka denoncim dhe s'mund të bëjë asgjë, ndërkohë që Kalaja ka publikuar njoftimin në rrjetet e saj sociale, heshtje edhe nga SPAK dhe njësia e krimit elektoral. Dhënia apo pranimi i parave në favor të kandidatëve për deputet është ndaluar rreptësisht me ligj, por Partia Demokratike ka dalë hapur në këtë fushat dhe ofron para publikisht. Kandidatja e koalicionit të Shqipërisë Madhështore, njëkohësisht dhe avokate e PD-s, Adriana Kalaja, ofron për mbështetësit e saj deri në 1.000 euro shpërblim me anë të një postimi në rrjetet sociale. Ajo paralajmëron shpërblimet një ditë përpara zgjedhjeve. Për të vlerësuar mbështetjen tuaj, 3 qytetarë do shpërblehen me 3 çmime. Vendi i parë me 1.000 euro, vendi i dytë me 500 euro dhe vendi i tretë me 200 euro. Për këtë arsye, fituesit do të shpallen me datë 10 maj në ora 19 në mënyrë të drejtë dhe transparente. Në një prononcim për ABC News, ajo thotë se nuk ka ligj që e ndalon. Jo, nuk është ndaluar, s'ka ligj, le ta marrin si të duan, unë jam në rregull me ligjin. Ajo pretendon se me këtë truk po kopjon miliarderin Elon Musk në SBA, por ky fundit nuk ishte kandidat, por donatori Trump. Truku i giveaway që ka përdorur Kalaja në këtë rast, sipas ekspertës së zgjedhjeve Gerta Meta, është po aq i ndaluar sa dhënia e parave dorasi, si rasti i lushnjës një javë më parë. Në asnjë rast dhe në asnjë vend nuk lejohet ofrimi parave në këmbim të votave, është vepër penale. Por si kryetari i saj Sali Berisha edhe avokatja Kalaja ndoshta nuk e lexojnë ligjin. Neni 328 i Kodit Penal për shpërblimet dhe premtimet ndalon ofrimin dhe dhënien e të hollave që favorizojnë një kandidat. Në raste të tilla, kandidati dënohet me burg nga 6 muaj deri në 2 vite. Në përgjigje të ABC News, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se lishmëria apo jo për këtë rast mund të shprehet në seancë publike, por deri më tani nuk ka asnjë ankimim për këtë çështje. Po ashtu, lishmëria mund të verifikohet edhe nga organet ligjzbatuese. Sali Berisha nuk ka ndalur fushatën edhe për pashk në vend të urimit për të krishterët, ai uroi veten për ringjalljen pas sulmit ndërkombëtar. Sipas tij, për të zhdukur opozitën, njeriu që si president shpalli non grata Janullatusin dhe nuk zgjidhi pronat edhe pas 35 vite, shpremtoi që nëse do të zgjidhet kryeministër, do ta zgjidh brenda pak muajsh. Një përfitoren e 11 majt. Pritej një urim për pashkët, por Sali Berisha i përdori vizitat në objektet e kultit për premtime elektorale. Gjatë qëndrimit në kishën ortodokse në Kavaj, kryedemokrati foli për dyfishim të fondeve për komunitetet fetare. Po ashtu, Berisha e cilsoi prioritet absolut zgjidhjen e problematikave të pronave, edhe pse ky premtim ka qenë kryefjale çdo fushatet të tij që nga vitet e para të tranzicionit. Do të dyfishojmë fondin që kemi për komunitetet fetare. Brenda këtij mandati që vjen, në rast se qytetarët shqiptar votojnë, ne do të zgjidhim përfundimisht problemin e pronave me përparësi absolute për institucionet fetare, por dhe për të gjithë shqiptarët. Ne kemi marrë angazhim që në 4 vitet që vijnë, çështja e pronave të marrë përgjigje përfundimtare. Pas Kavajës, fushatën Berisha e vazhdoi edhe në Tiranë. Pas takimit me kryepeshkopin Joan në katedralen Ngjallja e Krishtit, Berisha habit jo pak duke e krahasuar Ringjalljen e Krishtit me atë të opozitës shqiptare. Ringjallja e Krishtit është ngjarja më e madhe në historinë e qytetërimit perëndimor. E ka një analogji edhe me opozitën shqiptare. U përpoqen ta fshin nga faqja e dheut. U ringjall.
u ringjall dhe sot është më e fuqishme se kurrë që të përzej antikrishtin nga trojet shqiptare. Në kulm të fushatës, shpërthen bromanca mes Ilir Vrenozit dhe Edi Ramës, kryeresistenti opozitar i Partisë Demokratike, thotë se është i mrekulluar nga një bisedë spontane me kryeministrin. Edi Rama konfirmon bisedën, thotë se është një fans i videove të Vrenozit dhe thotë se mezi pret që ta takoj pas zgjedhjeve. Më zuri një skrutullosa, nuk e di, nese, se ta si kuptono, sa do të flasë me kryeministrin, e kupton? Kjo deklarate i Ilir Vrenozit, i njohur dhe si mbështetësi simboli Partisë Demokratike, nuk kaloi pa vëmendjen e Edi Ramës. Kryeministri dha detaje nga biseda telefonike, të cilën e konsideroi miqësore. Rama tha se nëse do të ishte pjesë e listave të opozitës, Vrenozi do të ishte më lartë se shumë prej tyre për një arsye të vetme. Halli i madh është me ata qyrykët e tu Vrenoz, që ishin lëshuar, jo donte ta blinte Rama, jo ja menderosi Vrenozi i Ramës, jo ja përplasi derë në fytyrë, tërcivërsi. Tani që unë jam tifoz i videove të tua, këtë e din shokët e tu dhe të mitë. Por jo vetëm kaq, Rama tha se pas 11 maj do të kthehet sërish në Korçë për ta vizituar, teksa nuk i kurseu as batutat. Po në shtëpi do të vi pa të pyetur pas 11 majt, se po era tani do më shohin, se s'kam si hy pampar e nuk të vë do të në pozit. Kështu që do të vi Vrenoz, do të vi dhe sa për pesën, unë dakord me ty jam, se dhe unë atë përkoj, pesën, vetëm pesën aty, ne pesa. Kryeministri Edi Rama zgjodhi Kamzën si shembullin ku vota sjell ndryshimin, kjo pasi kjo zonë vendosit që të zgjedhë sipas i të ardhmen Partinë Socialiste. Në një takim me gratë dhe vajzat në Kamz, ai u shpreh se tani Kamza është një tjetër realitet fal angazhimit të qeverisë, duke i vënë para zgjedhjes Europën ose Kënetën. Kryesocialisti kërkoi qytetarëve që të mendojnë për të mirën e përbashkët. I vetëdijshëm për peshën elektorale të grave, Edi Rama kërkoi mbështetjen e tyre për mandatin e 4 qeverisës, që siç thot ai është vot për pasaportën europiane të fëmijëve të tyre. Ti je prind sot, kesh fëmijët e vegjël. Edhe mos shkosh ta investosh atë vot për t'i dhënë fëmijës tënd pasaportën. Që nesër të shkoj të studioj në Europë si europian, që mos i thonë je student i huaj. Nuk e di, po bëni çmos shpëtonish sa më shumë njerëz nga ta. Rama tha se Kamza është shembulli konkret se çdo të thotë të qeverisesh nga njerëzit e gabuar. I vinte turp njerëzve thoshin jam nga Bathorja, ndërkohë që të tjerët fjalën bathore e përdornin për të fyer, sepse ishte si të thoje Kënet. Ti jeton në Kënet, ti je nga Këneta. Dhe sot kjo është një shkuar pikërisht sepse me guxim, Kamza zgjodhi rrugën e të ardhmes. Për këtë arsye, kryesocialisti tha se as Kamza dhe as Shqipëria nuk mund të kthehen në të shkuarën. Do zgjedhin mes interesit një populli tërë apo hallit të një bufit vetëm. Do zgjedhin Shqipërinë me BE-n në Europë apo do zgjedhin të shkojnë me bufin edhe me Kënetën prap në grop. Rama shpjegoi dhe deklaratat e tij për vajzat, teksa një komente kishte për kundërshtarët politik. Në 11 maj do të marrin humbjen më të madhe që nga 1997. Më të madhe. Do dalin të shpartalluar. ABC News nis publikimin e sondazheve politike për zgjedhjet e 11 majit në një projekt së bashku me kompaninë prestigjioze të sondazheve Angeli Çerke, e cila realizoi sondazhet për Top Channel 4 vite më parë për 3 të hëna rresht. Deri javën e fundit fushatës do të mësojmë humorin politik dhe elektoral të shqiptarëve për shqetësimet e tyre, për zhvillimet e vendit dhe për preferencat e tyre politike, si do të votojnë në 11 maj. Sondazhet do publikohen në Real Story duke filluar nga kjo e hënë në orën 20.
Shqipëria po futet në javën e 2 të fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 majit. Dhe ndërsa partitë shpalosin programet, idet dhe kandidatët, çfarë mendojnë vetë votuesit shqiptar? Do të votojnë për të ardhmen e tyre apo do të zgjedhin alternativa të vjetra? Do t'i besojnë përvojës apo do të riskojnë tek emrat e rinj? Mendojnë se Shqipëria është më keq, më mirë apo se duhet të ecë më shpejt drejt modernizimit dhe integrimit? Nga e hëna mund të mësojmë më shumë për humorin elektoral të shqiptarëve. Fal sondazheve të një prej firmave më prestigjioze të sondazheve në Europë, Andji Ricerke do të publikoj për 3 të hëna rresht deri javën e fundit të fushatës të dhënat e sondazhit të komisionuar nga ABC News. Si mendojnë se po shkon Shqipëria? Si e vlerësojnë punën e kryeministrit Rama dhe a duhet të jetë ai sërish në krye të qeverisë? A duan shqiptarët Sali Berishën kryeministër apo opozitarët preferojnë një emër tjetër? A do të votojnë sërish të djathtët Partinë Demokratike apo do të fillojnë të zgjedhin alternativa të tjera? A do të zgjedhin votuesit partitë tradicionale apo do të preferojnë kësaj radhe risi politike? A duan votuesit Shqipërinë madhështore apo e duan Shqipërinë si e gjithë Europa? Një sondazh që do zhvillohet me metodologjitë moderne të Andji Ricerke dhe në 61 qytete të vendit dhe rezultatet bazuar në testimin profesional të së paku 6.000 shqiptarëve të moshave dhe profesioneve të ndryshme në një projekt të drejtuar nga Fabio Bicari, profesori strategjistë dhe antari i presidencës së Andji Ricerke, bërë i njohur 4 vite më parë me sondazhin e madh realizuar në Top Channel, tani do të realizohet në ABC News, televizionin e kthyer prej 3 vitesh në një pikë reference të informacionit dhe opinionit në vend. Sondazhi do të publikohet çdo të hënë në orën 20 në Real Story në programin e drejtorit editorial të ABC News, Sokol Balla, me komentet e analistëve ndër më të njohurit në vend. Sondazhi i parë këtë të hënë 21 prill, për të pasuar më 27 prill dhe me sondazhin e fundit më 5 maj, 6 ditë përpara zgjedhjeve politike më të rëndësishme të tranzicionit, kur i kthehet përplasja prej disa dekadash mes Edi Ramës dhe Sali Berishës, rivalet e përjetshëm mes të majtës dhe të djathtës. Sondazhi i ABC News, për kë votojnë shqiptarët më 11 maj, të hënën në ora 20 në Real Story. Afro 2 muaj pasi një 17 vjeçare i dha fundjetës në Gjirokastër, një bashkëmoshatar i saj nga e njëjta shkollë ndërmori të njëjtin akt fatal. Kanë qenë familjarët ata që kanë transportuar të riun drejt urgjencës së spitalit, por fatkeqësisht ishte pa shenja jete. Ende nuk dihen shkaqet e aktit fatal, ndërsa prokuroria ka nisur hetimet. Një ngjarje rënd tronditi këtë të diel Gjirokastrën, ku një 17 vjeçar është gjetur pa shenja jete në banesën e tij në fshatin Valare. Sipas burimeve paraprake, i riu është transportuar në spitalin rajonal të Gjirokastrës nga familjarët, por mjekët konstatuan se ai kishte ndëruar jetë më herët. ABC News mëson si ndjeri jetonte vetëm me nënën, motrën dhe vëllain e tij, ndërsa jati ndodhej në emigracion. I riu nuk ishte i tërhequr në vetvete, por nuk ishte as në ndonjë trajtim mjekësor. Policia ka sekuestruar telefonin dhe disa sende personale të 17 vjeçarit, ndërsa pritet të merren në pyetje bashkëmoshatar dhe nxënës të shkollës së mesme, Siri Shaplo, ku i riu ndiqte mësimet. Vetëm 2 muaj më parë, një tjetër 17 vjeçare nga e njëjta shkollë i dha fundjetës, duke shtuar shqetësimet mbi qëndrueshmërinë emocionale në tërësi të adoleshentëve dhe problemet e shumta të patrajtuara. Ngjarja ka tronditur gjithë komunitetin lokal, hetimet vijojnë për të përcaktuar motivet dhe rrethanat e kësaj ngjarje të rëndë. Detaje të reja kanë dalë në dritë për atentatin në Lezhë. ABC News mëson se 64 vjeçari u vra në momentin që doli jashtë lokalit duke shkruar një mesazh në telefon. Në tavolinë bashkë me të ishin 5 persona të tjerë, por për shkak të errësirës ata nuk kanë mundur që të shquajnë autorët. Në atentat kanë marrë pjesë 3 persona, njëri në rolin e shoferit. Nga hetimet rezulton se makina e krimit u vodh në Peqin në datën 13 mars të këtij viti, ndërkohë pista kryesore e krimit vijon të jetë hakmarrja. Gjovalin Prendi u ekzekutua në verandën e lokalit që kishte në pronësi të tij në plan të Lezhës, sa po doli të shkruante një mesazh në celularin e tij. Ndërkohë brenda lokalit, në tavolinën ku ishte ulur Gjovalin Prendi, ndodheshin 5 persona të tjerë, mes tyre dhe bashkëshortja 64 vjeçarit. Kjo e fundit, por edhe dëshmitarët e tjerë nuk kanë mundur të shikojnë se kush janë autorit për shkak se jashtë ishte errësirë. Nga dinamika e ngjarjes, rezulton se në atentat kanë marrë pjesë 3 autorë, 2 prej të cilëve në rolin e ekzekutorëve, që kanë zbritur nga makina dhe janë afruar rreth 20 metra tek Gjovalin Prendi, ndërsa një person i tretë ka qenë në rolin e shoferit. Ndërkohë nga hetimet ka rezultuar se makina tip Porsche autorëve të vrasjes së Gjovalin Prendit, e cila u gjetë djegur në fshatin Gjurmë të Kurbinit,
ka rezultuar e vjedhur në Peqin me 13 mars të këtij viti. Policia dhe prokuroria e Lezhës, si pjesë kryesore, vijojnë të kenat të hakmarrjes. Gjovalim Prendi është babai i Sidorel Prendit, i ekzekutuar po ashtu më 9 maj të vitit 2024 në Athinë të Greqisë. I njohur ndryshe edhe me emrin Ram Brahimi. Ai ishte një prej armiqve të Ervis Martinajt, por emri i tij është lakuar edhe në shumë ngjarje të tjera kriminale. Para atentatit, motori i autorëve të plagosjes së 4 personave në Lundër është parë në fshatin Arban. Nga kamerat e sigurisë rezultojnë 2 personat maskuar me skafand. Autorët dyshohet se janë ndihmuar nga të tjerë pasi kryen atentatin, ndogjën motorin në mullet dhe më pas janë ndihmuar për t'u larguar drejt Elbasanit. Nga hetimet, ende nuk është e qartë nëse objektivi i atentatit ka qenë bashkëshortja e Roan Brahimit. 2 autorët që qëlluan në drejtim të G-klasit të pronarit të Pelikani Security, duke lënë 4 persona të plagosur, rezulton se kanë pritur shumë pak pranë vendit të atentatit, çka dyshohet se janë sinjalizuar më parë. Ata kanë bërritur vetëm pak minuta para se në zonë të vinte automjeti tip G-klas, dhe pasi kanë bërë atentatin, janë larguar drejt mulletit ku dogjen motorin. Ndërkohë policia ka mundur që të zbulojë se motori i autorëve është parë në fshatin Arban të Tiranës para se të kryej atentati dhe kanë ndjekur rrugë dytësore për të hyrë në Unazën e Madhe. Ndërkohë në kamerat e sigurisë janë hapur, ka rezultuar se ato kanë qenë të 2 të maskuar me skafanda, por këto 2 të fundit nuk janë gjetur në zonën ku dogj motori. Policia po punon për gjetjen e një makine të dyshuar që ka marrë autorët nga mulleti dhe janë drejtuar për në Elbasan. Hetuesit dyshojnë se objektivi i atentatit mund të ketë qenë edhe gruaja e Roan Brahimit, babait të cilit u vra në 17 prill. Por nuk përjashtojnë mundësinë që objektiv mund të ketë qenë edhe pronari i Pelikani Security, 2 fëmijët e mitur të cilit u plagosën bashkë me shokun e tyre dhe shoferin e familjes. Besimtarët e Krishterë kremtuan festën e Pashkëve me urimin për paqe dhe shëndet. Ata u mblodhën për të marrë dritën e ringjalljes pas kremtimeve në kisha. Besimtarët ndezën qirin dhe u lutën për një të ardhme më të mirë. E diela është një ditë e rëndësishme për besimtarët e Krishterë. Ortodokse katolik festojnë Pashkën. Festë që simbolizon ringjalljen e Krishtit pas kryqëzimit dhe triumfin e jetës mbi vdekjen. Në katedralen katolike dhe ato ortodokse në Tiranë gjatë meshave u shpërndan mesazhe se dashuria triumfon mbi urrëtitjen, e shpresa mbi dëshpërimin. Është shpresa, ngjallja. Unë do t'i them të gjithëve besimtarëve që gëzuar Pashkët, shëndet dhe mbarësi në jetë. Paqe, mirësi, vlera njerëzore. Për to kemi nevojë. Urojmë Pashkët, e të jetë vitit tjetër më i bagatër. Besimtarët ndezën qirinj, u lutën për një të ardhme më të mirë dhe uruan për paqe e mbarësi. Mbarësi, shëndet e lumturi për gjithë. Në Krishtin e ringjallur ekziston qielli dhe në qiell do jemi gjithë së bashku e do të shohim që sa gjërat që s'kishin vlerë i kemi marrë tepër seriozisht dhe ato që kishin vlerë ndoshta nuk e kemi marrë seriozisht. Vëllezërit e mi, Shqipëria mund të rigjejë ëndrrën e lumturisë të parëve tan, por edhe të rive dhe shumë familjeve të sotme, vetëm nëse para se të gjithash e duam së bashku Shqipërinë, e veçanërisht i duam të rit tan. Krishti i ringjallur le të sjellë shpresën që të bashkëpunojmë për të mirën e përbashkët dhe respektimin e të gjithëve, të thellohet pra në shkollat, kultura dhe dashurisë e të përcjellën më shumë nxitje, mësimi, solidariteti dhe bamirësie. Nëse nuk mbjellim në zemrat e të rinjve dhe adoleshentëve frymën e bashkëpunimit, s'duhet habitemi kur shohim situata të trishtuara dhune dhe vdekje. Pas vizitës në kish, festa vijon me drekën familjare, ku nuk mungon veza, simboli jetës, e lyer me të kuqen në kujtim të sakrificës së Krishtit në kryq. Pashka simbolizon mirësi, begati, ringjallje. Veza që kene në? Veza është jeta. Të ditë rëndësishme për besimtarët e Krishterë nuk mungoi as urimi i presidentit të Republikës. Pashkë të bekuara, të paqta, të begata dhe të gëzuara për çdo besimtar dhe për çdo familje shqiptare. Dhe kemi ardhur kështu në fund të kësaj hapësire informative. Të tjera zhvillime mund të ndiqni në faqen zyrtare abcnews.al, ABC News mund të ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Nga unë Kasandra Pali, natën e mirë.